A është Kurani libër historik? Të kështu do të thonë ne, të shkon historia e rëndësishme, të çdosh më lodh me ta, Kurani ka çdo histori, edhe i shkon libër historik. A është Kurani libër historik? Çka e mërmendja? Kurani nuk është libër historik. Përgjigjja është se Kurani nuk është libër historik, as libër gjeografik, as libër i mjekësisë, as libër i shkencës. Po të gjitha këto janë Kur'an. Ama Kurani është libër i besimit. Allahu përmes Kuranit ka ardhur me drejtuni, e ka zbrit Kuranin me drejtuni njerëzve besimin. Mirë, po gjithkohë çka i ka shërbyer qëllimi kryesor besimit, atëherë Allah e ka bërë pjesë të Kuranit. Gjeometria i shërben e ka përmend Allahu në Kuran. Historia e ka përmend Kuran. Gjeografia në Kuran. Gjithashtu matematika dhe shkencat e tjera që i shërbejnë qëtina Allah i ka përmend Kuran. Kështu që në Kuran kemi histori shumë, po nuk është qëllimi i Kuranit me na pru historinë e veç. Po përmes historisë na me e kuptu besimin e drejtë. Madje 3 tematikat kryesore që janë të Kuranit. Kurani ka 3 tematika. Kush i din? Shpejt me këta. Në 3 tematika kryesore. E para besimi. Allahu e rrej besimin në Kuran kështu, në detaje. E dyta janë dispozitat edhe normat e moralit. Ban, zban, halal, haram, lejohet, s'lejohet. E treta historit. Për ata në Kuran, a kemi një sure që quhet Surja Ibrahim. Çfarë do të thonë Surja Ibrahim? Që flet për jetën e Ibrahimit alayhis salam. Pse ju krejt surja mirë po flet. Surja Nuh, Surja Hud, Surja Yusuf, komplet tregimi Yusufit ta. Surja Yunus, Surja Al-Qasas, tregimet, surja e tregimeve, që shtohet nëse përkthehet. Surja e pejgamberëve, surat Al-Anbiya, surja e pejgamberëve. Çfarë do të thotë kjo? Që Allah i lartësuar ka përmbledh historinë e librit të tij, edhe pjesë të librit e ka bërë historinë e këtyre pejgamberëve dhe disa histori tjera të cilat i ka përzgjedh Allah i lartësuar. Mirë, po qëllimi i Kuranit nuk është me pru historinë, se Allah edhe pa na fol për pejgamberët, edhe pa na fol për historinë e popullit të Thamudit e Adit, e ka bërë të qartë besimin në Allahun, adhuron Allahun dhe mos i bani shirk atë.